Mire, kemi një piktore në studio, e prezentohëm edhe njëret programit edhe qenë ka shumë optimiste, se ne e thamë në hyrjet të emisionit kërë nisëm edhe kërë i prezentohëm misafiret që ndojherë për disa piktore është vështirë me u gjetë në profesion, për shkak se sigurisht duhet me jetu ata nga diçka, duhet me mbajt familje dhe shpesher nga puna e tyre që mund të jetë fantastike dhe që është fantastike. Sigurisht nuk është që munden me jadal një pjesë e mirë pas gjithmonë një profesion të dytë. Gjithmonë ndoshta duhet me po një punë të dytë. Mirë po ka disa të tjerë që jadalin edhe jetojnë mirë, me pasionin, me punën e tyre, me atë që din ta bëjnë më së mirin. Argenita Fetahu është një prej tyre, është gjithashtu pjesë e London Art Biennale në këtë vit apo jo? Edhe sigurisht është prezentuar atje me vepër shumë interesante, me muzën, a? Mirëmëngjesi njerë. Mirëmëngjesi. Argenit mirëse erdhe. Apo na tregom fillimisht për inspirimin e Muse që do më thonë njëjtë gjë, por që nga katë erdhi kjo. Atëherë unë kam një cikël të punimeve që u bot në 2017, po që e kom korë një sukses shumë të madh, se me ato vepra kom apliku në përgara të ndryshme ndërkombëtare dhe kom fitu shumë çmime. Ndërto tani që janë pjesë edhe bienales për herë të dytë janë përzgjedhur, ku në mesin e 330 veprave të ndryshme të artistëve jam e vetmja nga Kosova që si vjetë e përfaqësoj vendin tim. Muzë është një inspirim që unë inspirona për një fustanit mamës time, ku e shoh në dollap edhe thjesht e marr, e provoj edhe nëpërmjet lëvizjeve që unë jam ndjej në atë moment, e kum shpreh një moment timin ku shpesh herë një bëhemi muzë për të tjerët, që do të thotë dhe ajo piktura ka një kuptim shumë të madh se njerëz do njerë bien shumë poshtë emocionalisht edhe kur e ki një muzë që t'inspiron për me ecë përpara, atëherë ta jep një dritë edhe një shpresë që më ngrit atë person. E të të erdhën në atë moment, me atë situatë, me atë zakonisht artistat janë do momente që vijnë spontane, të më thonë edhe atëherë njeri duhet me shprejt të thonë përmjet artit ato që ndjenë. E që është shprejë përmes artit, se ti, si më thonë, edhe atje në këtë bienale është dosh me apliku me idenë, me konceptin, nuk e di me qa ke dërgu, edhe si ke shpiku edhe si qa po mendon që ju ka pëlqy, ka bindë dhe që kjo vepër duhet me qenë pjesë e bienales? Gjithmonë në veprat të një artisti duhet me pas një histori mbrapa. Kështu që edhe ja piktura ka një histori mbrapa saj, cilën edhe kam përshkruar nëpërmjet veprës time dhe normalisht që ata kanë pëlqyer edhe kanë përzgjedhur si një ndërpunë. Okej. Po me siguri edhe pjesëmarrja në London Art Biennale 2025 është një hapi madh, është një hapi madh e rëndësisë së veçantë, po çfarë do të thotë për ti personalisht? Do të thotë një arritje për mu, se ka qenë për këtë vit kom dashur që diçka më ndodh, diçka madhe për mu, zakonisht nuk dalëm se jam shumë optimiste për me ecë përpara, e punoj shumë në këtë rrugtim, edhe për mu ka vlerë shumë të madhe kur përpas që përfaqësoj edhe veten tëm, përfaqësoj edhe vendin tëm në një event të tillë prestigjioz. Që është diku në mesin e muajit qershor ishte? Korrekt. Korrekt, në mesin e muajit korrekt. Okej, edhe ti kime qenë atje sigurisht, apo jo? Nëse e marrë vizën kismet. Jo, vizën e merë, edhe kjo shumë, vërtet. E pa drejt, du me në hekë. Po, Londra e ka pak... Edhe Anglia. Edhe i ko shtrajt për Gjakovari. A dhe që shpo një? Se thonë, hajtë se i paguot kjo punë. Gëza shtrajt i ko. Po, okej. Po me siguri shpenzimet e artistëve duhet organizatorët, po. Mirë, në faktë... Zakonisht në artistat kërkush nuk e besam, po duhet mi mbullu gjitha shpenzimet vetë, kështu që për që ka dhe punojmë. Edhe komplet, edhe biletën edhe, okej. Edhe tash problemi që s'munësh me siguri u bilet lirë se dina kemi marrë vizën, a? Ja, e marrën. Vizën i merë vetëm se duhet për me apliku ma herët se i kanë ata ato procedurat që duhet mi qu me post, bla bla. Po, normal, se dhe piktura duhet. Çfarë dimensioni është ka piktura? 110. 110. Një me kur thoni kështu me piktura është e vështirë? Jo, se zakonisht i ki transportet, i ki postajnë shtu që nëpërmjet postave... A e dërgoni komplet me korniza, po veç pëlhurën atje në kornizë? Që të më shkër me korniza, se edhe në këtë dilje me kompas? Për shkak që mes më të prish, do më thonë vepa, atër normalisht preferuat që më shkër me kornizë e kachme. Qa pret prej kësaj pjesëmarrja? Njoja e më shumë, më artistët tjerë, sepse zakonisht në artistët kur njohim dikën tjetër, kur shkojmë në evente të tilla, atëherë të hapën dyrë edhe më shumë. Kështu që nashta po pres diçka më shumë. Sa është e rëndësishme Bienalja e Londrës? Për një artist me qenë për zgjedhjen bienale është një hap shumë i madh, se është shumë e vështirë qoftë në Londër, qoftë diku tjetër.
Normal që e rëndësishme se të hapen shumë dy Në kuptime sa është e madhe, sa është e njohur si bienale, sa ka histori mbrapa? Ka shumë, se është edicioni i 7 i kësaj bienale që mbahet. Okej, edhe ka artista nga vende ndryshme të botës që janë 330 prezentojnë. A ka pas ndonjë shqiptar, artist shqiptar që është Shqiptar paraqitur me më sa herët? pashe ka qenë dikush një vajzë tjetër, Okej, ndërsa nga prej Kosova, Kosovës janë Shqipëria, vetëm unë, po. A prej Kosovës veç ti, deri më tash. Mirë, po me sa, si më thonë, nuk e di, se është një ngjarje madhe, ti ki stresin e vizës, ti ki stresin e përgatitjes se gjitha këto, po... Zakonisht të streseve më ndoken të vogla, ma shumë janë streseve. Jo, po, anë shkalloj këto, sepse janë procedura, se më thonë që duhet mi kalu, po... Qyshe pret prezentimin atje? Qa menon që ndodhë? Qa menon se mundet me ndihmu ty në karjerën tane, që sa i ke njësë të realisht, apo jo? Nuk e di sa vjetë ke përvojt, Atër të thëmë drejten e në 2021 kam qenë e përzgjedhur në Londër, për shkak që nuk e ko marrë vizën, nuk mujtë me qenë... Në të njëtën bienale, a diku tjetër? Se ke marrë vizën, të më thonë po egziste ka mundësia me së marrë dhe zyrtarisht? Po, më ka ndodhë mu, kështu që kësaj e besoj që kom e për ata edhe pse vepra ka qenë atje u ko një gjore shumë e madhe. Mandej edhe ambasada Kosovës e ka përndjek atje ka qenë një ambasadore që ka përsill në gjarjen edhe u konë diçka shumë e madhe për mu, se më pas kom shkëmby, po shkëmbjen edhe shumë kontaktet të tjera me artist, ku shpesh më ndodh që prej një kolonie të artistëve ne që e quajm, është një simpozium që mbahet, për shembull kam qenë pjesëmarrë në Paris, në Egjipt, në vende të ndryshme të botës, edhe aty ki shkëmby kontakte me të tjerët, edhe ki përfasu edhe në për vende të tjera veten. Edhe është një farë rjetëzime dhe krijon kontakte dhe ndihmojnë shumë. Fakte, e pa pak ma herët fotografin nga punimi, në fotografin e punimi, ishte tjetra, kjo nuk është piktura, është tjetra, apo jo? Është erë, po. Okej, nëse kemi mundësi me pa edhe punime ta shëshojmë, sigurisht edhe mandi edhe me na tregu pak ma tepër, për të është interesant si koncept kjo që e keni bërë ju, apo jo? Si që e ka ma jetë, është një, do më thonë, janë disa veprat një cikli. Me këta kom fitu shumë çmime ndërkombëtare, ku kam zënë edhe vendet para. Është kjo piktura? Kjo është muza, ndërsa ajo pak më jetë që ke ajer. Po ti me këtë kemi u prezentu? Po. Për më ndërlidh me ata që tha pak më herët Agroni, nuk është vetëm ajo stresi procedurave gjithçka tjetër, por është edhe diçka më e madhe që përfason Kosovën. Ndoshta është një barë pak më e madhe, kur vetëm përzgjedhesh, atëherë ki edhe një motivim më shumë. Shtesë, po. Që t'inspiron që edhe me punu tutje dhe me përfasu sa ma dinsisht vendin tënë. Argenit, se në fakti pse thamë që je optimiste, është që ne pak ma herët, para se të futëshim në studio, filluam me folë pak për pikturat dhe për vështirësitë e juja, ty the, unë ja dalë se bëj edhe punë tjera, se kam punë tjera brenda profesionit tonë gjithmonë, nuk është që pikturon veç pëlhura, po bën edhe murale, bën edhe, se vëthëm, piktura me porosin, është ta nuk e di qa bën, po i përshtatësh edhe kërkesave të klientëve, kërkesave të tregut, nëse mundin me thonë gjithmonë duke e imponu kam përshtypjen edhe stilin tonë, edhe duke e rujt kvalitetin tonë si artiste, si piktore. Qysh ja bëni, edhe realisht, qysh është për një piktor me jetu në qëto rrethana? Unë mendoj se çdo profesion duhet me pas punë dhe për kushtim, që me mbri, dhe më thonë, njës, edhe për jo artit mundesh me jetu, se kur punën edhe i përkushtohesh, normalisht ka më të vlerësu puna jote, qëftë nëse jo sot nese ka më të vlerësu. Mas studimeve, fokusin më të madhe kum pas të moraleve për shkak të kërkesave që kum pas më të shumta. Edhe punoj shumë edhe të pjesa moraleve dhe të ekspozitave, gjithmonë e gjej veten, por nëpërmjet artit. Se ëndra eme u konë që me jetu si artiste dhe me mbri si artiste diku. Okej, po se bëni punë tjetër, një punë ty. Jo, vetëm artë mjene. Kjo të përmbush me aftan. Edhe financiarisht, po, normal. Kemi nevoj me jetu mirë edhe financiarisht me punën tonë. Po, vërtet. Argenit, si e përshkruan stilin tënë, krijues, dhe si evoluon ajo me këtë vepër muzat, si me thënë? Atëherë unë e përzi gjithmonë realizmin me modernen, mirë po shpesh hasim edhe në ato stilet e ndryshme se mvaret edhe prej njerëzve që kërkojnë, po kur përfaqësoj veten, atë realizim me modernen gjithmonë. Një farë gërshëtimi të dy stileve, edhe kjo del mirë. A qysh menon që vlerësohet kjo prej njerëzve që e shohin artin tënë? Njerëz që kuptojnë artin vlerësohet shumë mirë, si që Ceka që ka marrë dhe shumë çmime ndërkombëtare, se po e këshyrim këtë pjesën në Kosovë që na është ala nuk kena fillu me kuptu artin shumë, zakonisht kur shohin një pikturë pa kokë thojnë çushja pas ka hi kryt. Jo, është edhe Regjeferi ka punu pa kokë, apo akademiku?
Ka pas pa ftyra. Pa ftyra, po. Mirë, se bashkë po du me futu të Facebooku jëtë, të profilu jëtë, edhe me i pa disa për punimeve. Në Instagram e ki pak ma atletë, Okej, në Instagram ke ma tepëra. Po i ke shumë të bukura. Mirë. A ke po atë të gjyshit të Begjet Bacolli, da? Po. Okej. Si të gjeta e ty? Unë kom punu në Swiss Diamond. Okej. Kom bo moralit shumë, ta mund me thonë që koridorët e gjithë pjesa Prishtinës sa pikturun e primeja. Mandej këtë ja kom bo dhërat për shkak se ka pas një lidhje shumë të madhe me gjyshin. Gjithmonë e përmend, po. Edhe për hir të respekti që kom pas gjithmonë ndaj tij, kom dash mi bo diçka ma veçantë. Ama sa bukur ke realizuar. Shumë ke bukur. Bravo. Mirë, te moralit. Po, jo, pyte ma Jo, desha me te moralit, po. pyte kjo se qka të knaq më stepërmi kur pikturan. Më thonë, qka është diçka që ty të përmbush, te portretet, te qka? Varet se mas shumë tim knaq kur klientat e mi donë të knaqe me punën teme. Po, ti personalisht. Nuk e di, qka e bon ma me së qesi, do thotë? Punoj shumë portretem, më të thonë drejten, po edhe të pjesa moraleve më knaq shumë kur mirëna. Qëfar do vej për që është? është interesant të pikturët që bëjnë portrete, sidomos analizimin që ja bëni ftyrave, përgjithësi karaktereve, se nuk është vetëm pikture që asajna, po është edhe një farë lloj hije që ja nxerr me anë të karakterit që e ka. Veç kjo që të mos e mbaj gjatë, edhe kjo tepër e bukur, edhe tepër e veçantë, nuk e di ku e ke realizu këtë? Është një ambient Bosnjë, nëse e dini. Në Bosnjë? Po. Okej. Po, interesant. Duket një pjesë e madhe e murit, a? Në krasje me qa kom po, është të vogël për mu. Po, jo se po du me ndohet e moralit specifikisht, po këto që po Delfina vërtet, se nuk e di e ki edhe ti këtë sensin, se ki, se ma vështim profesional, kur e shenje person, thu ky kish dalë mirë në pikturë, se duhet me pas disa tipare. Po, është sa ma karakteristike më ftyra një njerët është ma veçanë. Se zakonisht shkoj njerë se thoi nuk sa bukur ose i bukur për me boqit person, për s'ka të bëj bukuria që ka të bëj një karakter. Vijat, shprehjet e ftyrës. Okej. Sa ma shumë shprehje mimika. Cilën ma shpejt na kishe pikturu. Mumin e 2 vija shpejt. Mua, kërore. Varet për momenti. Mu du më thonë pa e nalë dorën, ku du të delë diqka. Si siluet. Si siluet. Ate ti duhet me pas kujdes. Jo, të gjithë duhet me pas kujdes, sepse se cili ka specifikat e veta dhe është interesant. Unë kam disa, jam kështu i bekum në këtë aspekt, kam disa portrete, se kam miq, një e kam të Shqipës, po, Shqipja, kolegja jonë. Po, i kam dhe disa portrete tjera të miqvi piktor, Oran Limani, dush me njohti, që ma ka bo një portret të jashtëzakonshëm, edhe të tjerë. Mirë, te moralet, Argenita, qështë përfshive në qëtë botën e moraleve? Kom fillu në 2014 një moral me një klab në Prishtinë, me i shoqet time. Edhe prej aty fillu njerës me pa punën temë, normal gjithmonë vepra morale është në kontakt ma shumë me publikun, së është në ambient jashtëm. Shumë vërtet, bjenë sy shumë shumë. Edhe njerës gjithmonë kanë mund dalë të nënshkrimi jëtë, me këqy kur shë ka bosë, me pyt dikan, edhe kështu shkan edhe i rethi që njerës të shojnë punën tonë, edhe ko me pas kërkesat gjithmonë. Edhe është diçka që le gjurëm gjata, gjatë, sepse është diçka që është për një kohë më të gjatë. A është e vështira, është sfiduse? Shpak ndoshta të pozitës edhe... Para 4 muaj kom punu tek objekti policisë, fësto me zemër, jo me armë, ka qenë një moral, që më ka dash 18 metra lartësi me punu me skele. Që që mu me cek, ajo ka qenë... Sar dush me zbrit, poshtë për me pa... Me marë ujtë se më fa në gjyra. Jo, edhe me pasi total, se... Edhe ashtë, po, jo me një dronë. Edhe u kom problemi se s'ki mujtë as me i pa për poshtë, se ki pasat pjesën e skeleve, rjetët, që të pengojmë. Edhe këto i ke bo Argenit, këto, po? Po. Ja realizimet tua. Shumë bukra. Edhe s'fundi kom punu shumë, po nuk i kom postu për shkak se kam kuhen shumë. Jo, po me tërsa më shumë se nga kondi... Kjo është pop art. Pop art, po. Zakonisht bëhet për ambientit që kërkojnë. Po shumë mirë, për një lokal, për një restoran që është kjo. Po shumë e veçantë shumë e bukur. Amo që a i kemi artin e bukur edhe të moraleve dhe gjithë që të ne e pëlqenjë shumë edhe të hujtë. Jo, kjo po duket super e bukur, super. Po jo, po më përshtypë për shumë nga kondi i investitorit, se kjo i kushton shumë ma shtrejt se një poster i vendosur aty, ose diçka printime që mundën me u vendosur aty. Shumë mirë që e bojnë edhe e vlerësojnë. Pse po mendojnë që e bojnë? Se
e bukra gjithmonë paguhet, në thojmë. Po, e vërtet. Po vjen mirë që ata dinë me vlerësues. Pjesa e klientelës, për shembull, çdo njeri që shkon me lokal, po folim tash në aspektin edhe ne si femra, kena qef me shkrep një foto. Edhe normalisht kur shkon atë inspirohesh, bën një foto se sa e bukur Mona Lisa. Mona Lisa me një birë këtu, ha? Sa e bukur, sa interesant. Ka herë bëjmë improvizime. A bën edhe për kështu, super kjo bukur. A bën edhe për se di që ka disa piktorë që bëjnë për dhomat fëmijëve, për shembull, për figurat, aty ke mundësi me shpreh imagjinatën pafund. Dhoma edhe tritërve, kështu që Çfarë të ndryshme këtu? Për shembull që kjo janë të ndryshme si janë ngjyra rezistente ndaj kohës. Kjo bën disa vjeta. Normalisht me kalimin e kohës mund të mos bëj pak ngjyra ose diçka, po është rezistente. Okej. A po paguhen mirë? Mirë. A shumë në metër katrore? Jo, sepse është punë dore dhe vërtet do të me qenë po, ashtë në metër. Jo, tash, ata veç me arme ta ngjyros shpinë. Po pysim për një shok. Po pysim për një shok, po. A është e vështirë kjo me u realizu, si më thonë, ata që ja ke marrë dorën? Se ndrysh është me realizu një copletër, Për një një pelur. artist du të më kone vështirë asë një pjesë e artit, kështu që për mua shumë e lehtë. Argenita që baza është gjithmonë të ajo me ditë me vizatu, me ditë me pikturu. Për shkak se tash po shohim gjithçka, po shohim edhe, si më thonë, eksperimentet e tilla që bën një diçka s'po përmendin kështu, po edhe quajnë art, thjesht një, nuk e di. Diçka sikur ta zëm, ajo hajta ku më mend, ajo që kushtoi miliona. Një banane që virët në një galeri me një copë gjithë. Hiç më pak se 6 milion. Thuhet se talenti është i lindur, po se ushtrove, nuk mundesh se dhe arti zbet me kalimin e kohës. Unë qatë pjesë të artit se kuptoj për shembull. Punu shumë. Edhe tash, atër nëse flasim për artin konceptuale, është diçka tjetër, se nditë sot me qoftë që kjo pjesë është konceptuale dhe diçka do më thonë. Mirë po, tash ka arrit shumë a shumë në ashtë ambot mu vlerësu arti konceptual, si sa arti që u koni renesanci, si realizmi e shumë tjera. Edhe mendoj që duhet më punu njëri shumë në drejtim, dhe normal për që ato është edhe aja pjesa a bazës që shka njëri në studime dhe ushtron e perfeksionon drejtimin e vetë, edhe normal që ki me mbritë, më thonë, me kalimin e kohës, me bo qato që tipet. Po, ama menoj që art nuk është ajo që din me bo gjithë. Se qatë me varë një banane, me një copë gjithë, ose me i thyë gjithë. Po përsi kujtu të ja. Po përsi kujtu, po nështë. Po, qaja është ardhe me inspirimi. Instalacionet vërtet ka njerë jeshte egzageruar. Sa më ronë meni ide. Magnita. Qa ku menu unë s'ka lidhje. Ma mirë mos e shita granë se. Bon pare me kalimin e kohës. E lem tani programin e mëngjesit. Ka qësi është, po. Pra ndaj po menoj që është baza gjithmonë të kjo dora e mirë e piktorit, a dora profesionale e një piktorit. Mirë, Argenit, qa kini moral në mendje, dhe pëse se bon të Prishtinën e morale, pëse si jep gjyrë Prishtinës ma shumë? Atër në ashtë tani se ngishim pas për kraj ma shumë për shtetit, pëse jo, një ditë më po. Qa me në qa është një moral i andrës që e ki? Nuk ka që e komendu me të drejten, po gjithmonë një moral me dimensione shumë të mdoja. Ku i shkon Prishtinës për shambull, në cilën pjesë? Në parëpsia ku janë më të mëdha publike. Banesa, Jo për Banesa normalisht. A ka nevoj Prishtina, a zbukurohet realisht? Po shumë se... Me morale po. Edhe i shkon Prishtinës Tash të të pjesa Frizojit që kam rri shumë me morale dhe ka zbukuru vendin shumë. E mendoj që edhe Prishtinës e gjithdo vendit Kosovës i duhet më pasar. E vërtet se... Se gjallën vendin edhe jep një farë gjyra. E vërtet është. Edhe në mendoj që Prishtinës i shkon, me stilin e vajbin që e ka, është interesant. Për shumë këto s'dje ka pas atje të rruga bë ato... Shumë, janë bukra. Të rruga bë këto të pjesa e Hekurullës të Dragodani. Po, edhe aty është shumë bukur. Ai projekt, po, i pa dhënë shumë sharm, edhe të hyrja Prishtinës ati, të ura, të lidhja me Mitrovisin, edhe mirë, pas ka mundësi shumë me punu. Mirë, që punon mas me qefi? Artista ka shqyqërë si kena shumë. Që shëndonë kohën Argenitë, si me thonë, të pikturat, në pëllhurë dhe pikturat morale? Kohën varet sa kam punë me në një periude, gjithmonë kam një punë. Zakonisht nuk nalë, ka që ndodhë 24 orë punoj pa nalë, thonë edhe pa fletë në gjëmë. Nuk e kam problemin pa, nuk e kam atë problemin më që hiret, ose me fletë vonë, ose ku do të shabë. Se na kena një problem që du të me gjithë inspirimi për më punu, për gjemë inspirimin... Jo gjithëherë mundesh me piktura, është e vërtet kjo. Jo gjithëherë i e kështu... që në ashtë dush me kry një punë shumë shpejt, po ki ditë që nuk të punohet. A shumë e vërtet. Edhe me leviz, me bo diçka që me... Ama që të ditë që s'punohet, se unë kam përshtypjen, si me thonë, prej
amateri në këtë punë. Po ta zëmë në ditën që s'punoti mbush në gjyra të vjetë, se s'ka nevoj për, si e ke bo konceptin, edhe në morali mbush ato. Fare s'mundesh. Jo, ka. Mendoj që se cili profesion e ka këtë pjesë që kur... Nuk ta dën, nuk ta dën. Duhet me prit, ama ti për shembull në për shtëpiat njerëzve e ke kontratën, e ke hallakatë në shtëpi aty. E ke punën që duhet me kry. Ka herë thojnë merre brushën e nisja veç punë se djen inspirimi, kështu që mundohen shpesh. Mirë, ne urojmë që gjithmonë të kesh inspirim. Argenit, edhe vërtet urojmë që edhe kjo bienale të hap dyert edhe në tutje të karriera jote, shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Argenita, si ishe sot mëngjes. Mirë, po e mbyllim këtë pjesë, po shkputemi tash nga studia programit të mëngjesit, të shkojmë